asnjëra nga subjektet opozitore, as PDK-ja me 22 deputet, as LDK-ja me 15 deputet, nuk ka marrë në iniciativë, ndonjë propozim, ndonjë emër. Në këtë sallë jashtësoje në për studio televizive, me zë të lartë pretendojnë se vetëvendosje po i kap të gjitha pozitat. Por që kur ju ofrua mundësia konkrete për të bërë pjesë e zgjidhjes, kanë zgjedhur heshtjen. Fakti që opozita nuk ka marrë asnjë iniciativë në zgjedhjen e presidentit është dëshmi e qartë e dështimit të marrjes së përgjegjësisë proporcionale. Nëse pranojmë parimin se përgjegjësia shkon sipas peshës, atëherë PDK-ja me 22 deputet dhe LDK-ja me 15 deputet kanë një përgjegjësi reale dhe të matshme në këtë proces. Dhe mbesoni edhe në takimet që kanë pas, kur asnjë emër nuk e kanë përmend ata. M'duhej unë me përmend emra sa me e cyt imagjinatën në mënyrë që biseda mu bë konkrete. Të këtyre partive opozitare unë kam përmend emra në për takime. Ata s'kan përmend emra. Unë kam përmend emra të atyre partive. Ma shumë se ka që mund bëj.